Përshëndetje, sot po përgatisim një iftar tepër të sheshëm. Recetat më të sheshme mundeni me i pa këtu në këtë video. Nëse doni me përgatitë diçka të sheshme dhe të lëngshme, atëherë qëndroni me ne deri në fund të videos. Nëse kjo video recetë do ju pëlqej, atëherë shpërndani me miqtë tuaj. Zoti ju pranov të gjitha lutjet në kohën e iftarit. Le të jetë edhe kjo ditë një ditë e mbushur me plot të mira dhe begati. Do të shikojmë edhe pak recetat që i kemi përgatitur, pra mish i pjekur në furrë me salcë, bukë shtëpie, sallat. Kemi përgatitur këto receta që po i shikoni ëmbëlsirën. Shpresoj që do ju pëlqej dhe kjo menu e iftarit. Fillojmë. Për iftarin e sotshëm po përgatisim mish viçe. Këtu kemi 1 kg e 600 gram mish viçi. Shtojmë vaj, pak biber të zi, pak hudhër pluhur, një lugë e mesme me vegetë, një lugë e mesme me krep ose 2 lugë të vogla të çajit. Krejt përbërësit i përzim mirë që të thithin pra krypën mishi, vegetën edhe krejt përbërësit që ka i kemi hedhur tek mishi. Mundohuni të përziheni mirë, nëse keni kohë mund t'i lëni në frigorifer që të marinohet mishi për 2 orë, e në qoftë se s'keni kohë, atëherë shtrojmë në një tepsi ku do bëjmë edhe pjekjen e mishit qep, mjaftueshëm pra qep, derisa të krijohet një shtresë, mandej e marrim mishin edhe e vendojmë mbi qepën. Sot do të përgatisim mish të pjekur në furrë dhe po e përgatisim në këtë mënyrë tepër të shishme, sepse krejt në fund nga qepa do të përgatisim edhe salcën për e kësaj recete që bëhet tepër e mirë. Në fund shtojni pak vaj, edhe gjithashtu shtojmë edhe ujë, pra afërsisht 200 ml ujë, e mbulojmë me letër për pjekje që e kemi lagur, letrën me ujë, e fusim mishin në furrë në temperaturë 200 gradë, pra nga momenti që e shtim në furrë, e lëshojmë furrën në 200 gradë. Kështu pra mishi piqet ngadal. Kur do të pjeket mirë, pra siç mund ta vreni këtu kështu edhe skuq mbi, atëherë e largojmë nga furra e shpëritit. Edhe tash mishin po e rrotullojmë nga ana tjetër. Pastaj tek mishi do të shtojmë edhe do të përgatisim salcë të gatshme, që do e shikojmë tani. Për këtë recetë po përdorim edhe këtë salcë, pra siç mund ta shikoni, është një paketim i tillë. Mund të përdorni çfarë do lloj salce për mish viçe. Tash e marrim edhe e hedhim tek tenxheria ku kemi shtuar edhe ujin. Pra afërsisht dikon 700 ml ujë, edhe e shtojmë salcën e gatshme. Pasi e kemi përzim mirë, vazhdojmë edhe këtë salcë do ta zijejmë për afërsisht 10 minuta kështu, shpejt në temperaturë të shpejtë që salca të filloj pak të trashet. Nuk ka nevojë më u trash shumë për shkak se ne do e hedhim tek mishi dhe mishin sërish do ta kthejmë në furrë. Pra për 10 minuta, eventualisht 15 minuta, salcën e keni gati. Pastaj e shtojmë tek mishi, edhe kjo do jep një aromë tepër të mirë mishit. Tepsien e mishit tash do ta vendosim në një pjesë pak më poshtë furrës, jo në një pjesë më lart që mishi mos të na skuqet shumë dhe të digjet. Mund të vendosni edhe letër për pjekje. Pasi që është pjek mirë mishi kështu, siç mund ta vreni, atëherë e marrim mishin edhe e largojmë nga lëngu dhe po e servojmë në një pjatë tjetër. Tash unë e bëj kështu edhe e largoj nga uji, pra nga salca ku është pjek mishi,
sepse ka njerëz të cilët nuk e dëshirojnë pra salcën me qep, prandaj edhe mishin po e la kështu në veti, ndërsa salcën do ta përgatisni tash krejt në veti, e mandej kush dëshiron mundet m'i ashtu mishit, por jo të gjithë mund ta pëlqejnë, kështu që ne bëjmë zgjedhjet e dukura. Pra e largojmë mishin, salcën e kthejmë në një tenxhere, që më le ta bëjmë edhe blendimin e salcës. Edhe siç mund ta shikoni, po përgatisim vërtet një salcë shumë të shijshme. Pak a shumë, kjo salcë, domethënë e ka atë shijen e lëngut të gullashit. Pra është tepër e shijshme e mirë, por që them është opcionale. Po vazhdojmë me recetën. Në fillim hedhim një gotë 200 ml me ujë të ngrohtë, 200 ml qumsht i ngrohur gjithashtu, një lugë kafeje me sheqer, shtojmë gjithashtu të bardhën e vezë, ndërsa të kuqen do ta lëm për lyerjen e bukës. Vazhdojmë i përzim të gjithë përbërësit bashkë, e mandej shtojmë edhe përbërësit e tjerë. Këtu do hedhim edhe 50 ml vaj. Miell derisa të formohet brumi. Shtojmë krypën edhe majën e bukës, pra 10 gram maja buke të thotë, ose 20 gram maja buke të freskët. Po vazhdoj po e përzi që maja e bukës të shkrihet, pra me miellin edhe me krejt përbërësit e tjerë. Shtojmë një lugë të gjellës me kryp, përsëri e shtojmë miellin gradualisht nga pak derisa të formohet brumi. Dhe formojmë bukën. Në fund, pasi e kemi formuar, tash e lyej me pak vaj, që mos të vendoj korembe. Pasi brumi ka pushuar mjaftueshëm mirë, pra kështu siç mund ta shikoni, është dy fishu, tash po vazhdojmë edhe po e punojmë. Largojmë pra ajrin e tepërt, edhe e marrim brumin, e hedhim tek tavolina e punës dhe vazhdojmë brumin e ndajmë në pjesë të barabarta. Gjithsej nga ky brum do të ndaj 15 kuleç të vegjël. Pasi që t'i formojmë kulaçat, do t'i lajmë kështu anash. Mandej sërish do t'i marrim edhe një herë, pasi që i kemi përfunduar me krejt, edhe një herë ju japim formë, edhe kështu forma nuk ju prishet. Tepsien mund ta lyeni me pak vaj ose gjalp si të doni. I mbulojmë edhe sërish i la që brumi të dyfishohet për së paku 30 minuta, pra derisa të fryhen kështu. Tash kam të kuqen e vezë edhe pak qumsht, po i përzim krejt bashk dhe i lyejmë mbi kuleçt. Mos harroni që furrën e shporetit duhet ta nxerrni paraprakisht në temperaturë 200 gradë, së paku 10-15 minuta para se me shti bukën me pjek. Tash i hedhim farat të susamit dhe gjithashtu do hedhim edhe farat të zeza, të cilët gjithashtu do i japin një aromë teje të veçantë bukës. Pra në 200 gradë për 15-20 minuta besoj që bukën do ta keni gati. Do e leni kështu, pra do e mbuloni që të zbutet dhe për pak minuta bukën e kemi gati. Sot po përgatisim edhe një recetë teje të lehtë edhe tepër të shijshme. Fillojmë. Për recetën e sotit na nevojiten 2 gota që janë nga 200 ml me bullgur. Të keni kujdes. Bullguri duhet të jetë i emat për këtë lloj të recetës. Ky lloj i bullgurit, pra që është i emat. Bullgur për qofte. Tash vazhdojmë edhe tek bullguri hedhim edhe 2 gota me ujë të vluar. Siç po e shikoni, uji është vali nxehtë, edhe kështu vazhdojmë edhe kthejmë tek bullguri. Por së pari po shtoj edhe pak rep, një lugë të çajit. Pasi ta shtojmë ujin, atëherë
do ta përzim pak me luk, mandej do ta la që të pushoj. Për 15 minuta besoj që do ta kemi gati, derisa të përgatisim përbërësit e tjerë. E mbulojmë mirë me kapak edhe e lajmë që të pushoj. Në ndërkohë në një enë tjetër marrim salcë domate. Hedhim 3 lugë të gjellës, salcë domate, mandej na nevojitet edhe salcë speci, i këtij lloji kështu. Pra siç po e vëreni është e trashtë, domethënë është sikur pastë ta quajmë. Përafërsisht 1 lugë e gjysë të gjellës, mandej shtojmë pak hudhër, pluhur vetëm pak biber të zi, marrim këtu qepën dhe tash do ja largojmë lëngun. Pra qepës do të mundohemi t'ja largojmë lëngun, siç po e vëreni qepën e kemi kaluar në rinde. E largojmë pra mirë. Pra lëngu nuk na nevojitet. Tash po shtoj edhe 1 lugë të çajit me kryp. Mandej do shtojmë një lloj tjetër të krypës së zezë që njihet me emrin si isot, pra unë e kam bler në tregun e gjelbërt këtu në Shkup, pra me një çmim shumë të lirë, pra mund ta kërkoni nëpër tregun e gjelbërt, aty ku shiten erëza të ndryshme, isot. Është pra një lloj krypës që do t'i jep shije shumë të mirë kësaj recete, 3 lugë të gjellës. Tash marrim salcë shege dhe hedhim 3 deri në 4 lugë të gjellës. Pikërisht edhe salca e shegës është ajo që do jep një shije të veçantë. Vazhdojmë i përzim krejt përbërësit, e mandej këtë përzierje do e hedhim tek bullguri. Gjithashtu do të shtrydhim edhe gjysmën e limonit, pra marrim lëngun e gjys limonit. Pasi bullguri ka pushu, edhe po shikoni që e ka thith krejt ujin, tash është gati, edhe vazhdojmë hedhim krejt këto përbërësit që i bënëm bashk. I përzim me lugë, mandej shtojmë edhe përbërësit e tjerë. Për këtë recetë na nevojiten 3 qep të reja, edhe pak majdanos të freskët. Është vërtet një recetë tepër e shijshme e sallatës që përgatitet lehtë, por gjithashtu mund ta ruani në frigorifer edhe për disa ditë, sepse nuk ju prishet. Unë do shtoj edhe 1 lugë të çajit me kryp. Sallatën e kemi gati, i kemi përzier të gjithë përbërësit. Vazhdojmë tash edhe e bluajmë kështu me blender të dorës ose me blender tjetër. Mandej e lam në frigorifer që të pushoj, sepse më mirë do t'i formojmë edhe qoftet pra më vonë. E leni kështu që të pushoj në frigorifer për disa orë. E mandej formojmë qoftet. Marrim nga pak nga kjo sallat edhe kështu pra me anë të gishtave i japim formë dhe i kemi gati. Sallata me bullgur është gati. Krejt në fund do ta shoqërojmë edhe me pak salcë të shegës ose sos i shegës, sepse jep edhe një shije më shumë. Kjo është edhe receta që kam përgatitur për iftarin e sotshëm. Shpresoj që do ju pëlqejë edhe kjo recetë tepër e shijshme. Salcën pra është kjo që e kemi përgatit pak më herët, edhe tash secili do ta shërbej për vete, si të doj. Për iftarin e sotëm kemi përgatitur edhe pire, të cilën do e përgatisni si zakonisht. Pra, videon nuk e kemi realizu, edhe gjithashtu recetën për ëmbëlsira që po i shikoni në tavolinë e gjeni poshtë në përshkrim të videos ose në koment. Mirëmbëjtje.